Një motor i prodhuar në vitin 1937 i ka mbijetuar 3 epokave, luftës së dytë botërore, Shqipërisë komuniste, por edhe asaj të pasviteve 90, fal pasionit dhe përkujdesjes së 65 vjeçarit fjerak Ferman Bendaj. Halim Bendaj, babai i Fermanit, e bleu motorin nga ushtria në vitet 60 dhe që atëherë vijon të jetë pronë ndër breza e familjes. Unë këtë motor e kam kujtim nga babai. Këta janë motorat të luftës, dhe dikur Rusi ja fali shtetit ton, babai im ka qenë oficer në ato vite, dhe këta motora i ka përdorur shumë kur ka qenë oficer dhe i njifte mirë. Dhe vërtet i kishte ëndër këta motora. Ko që doj që shteti atere i shiti këta motora, me kile me sa më kujtohet që përthoshte babai, dhe një ndër ta e mori babai im nga ata motora që u shitën, që ky motor është edhe sot. Babai im nga që kishte edhe shumë pasion, nuk e ndau këtë motor deri sa vdiq. 65 vjeçari tregon se duke qenë se automjetet në ato kohë ishin të pakta, ky motor ka shërbyer si mjet argëtimi për të gjithë fëmijët e lagjes, si mjet udhëtimi për familjen veçanërisht gjatë verës, por edhe si ambulancë në raste urgjence.